Do të flasim sërish për muzikën, do të flasim sërish për aktivitetet të ndryshme që organizohen, për koncertet të ndryshme, ku bëjnë bashkë të gjithë shqiptarët. Me mua në studio janë Rudi Eleza, i organizator koncertesh dhe kryetari i shoqatës së emigracionit muzik. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen, kënaqësi që jeni sot me ne këtu në studio. Dhe gjithashtu është një këngëtar që nuk ka nevojë në fakt për shumë komente dhe prezantim, është Shpat Kasapi me ne në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen, Shpat. Kënaqësi që jeni këtu me ne sot. Do të flasim për aktivitetet të ndryshme muzikore që ju zakonisht realizoni, jeni gjithmonë në punësi, për koncerti i radhës do t'jetë në? Koncerti në Kret. Në Kret, në fakt, më vonë në Kret. Kam koncerte shumë ta. Më gëzon fakti që shqiptarët janë shumë të arreshëm e para e punës dhe janë shumë të aktivizum në muzikë dhe janë shumë të si ta them, në harmoni me muzikën. Dhe janë hap njaf klube në për diaspor ku jetojmë shqiptarë, sepse nuk jemi pak, themi drejta, jemi 12 milion, plus edhe 8 milion që janë Turqi, i qikë që s'flasin shumë mirë shqip, po s'ka gjë. Edhe më gëzon fakti shumë që janë shumë aktiv dhe normalisht hitet e një këngëtare nuk vdesin kur, dhe ta theksojmë. Edhe gëzohem që ka organizator të ndryshëm, për shembull në rastin tashi që është edhe Rudini, shumë të tjerë që po fillova me i përmend janë të shumët edhe ndoshta do harroj t'i këndë. Janë organizatorët e koncerteve ato që drejtohen tek ty? Organizator, janë aktivist, janë të shumët të cilët, do me thënë, gjeneratat e reja zhvillohen nëpërmjet koncerteve, arrin të kuptojnë se çfarë është origjina shqiptare, çfarë është tradita shqiptare, kultura, kombi dhe shumë gjëra që kanë shumë të bëjnë me diasporën shqiptare. Zakonisht këngët që ju përzidhni për të kënduar në koncert, është live interpretimi në koncertet tilla? Jam shumë kurioze ta di. Sepse kam parë që shpeshherë ju bëni pjesë apo bëni palë tuajën edhe live edhe me CD. Po Shpati këndon live, vetëm live. Besoj se s'është këngëtar CD-sh. Shpati këndon live. O Shpati, përshëndetje mo Shpati, përshëndetje. Përshëndetje. Po përflitesh një vit këtu të vëshë, do vi Shpati, ndigjo. Doja të prisja kokën time me Shpat, ajtë shumë mu stresova. Ja, erdi më në fund të shpëtoj koka. Erdi, ala me të qunit, 2 metra. Po si je Mërgjan? Mirë, shumë mirë. Si ke kaluar? Shumë mirë. Gjithmonë vetëm në maj, a? Në maj. Iva. Urdhra? Më thuaj si është nga afër, më është vërtet që është shumë simpatik, më. Po më si në ekran është, nuk kanë ndonjë ndryshim. Do të thënë nuk janë llafe, jo i ka bërë këto, jo ka bërë ato. Nuk e di unë për këto, nuk i dëgjoj unë të llafe, ti i dëgjon këto. Thoj ti pres në fakt. Sa e bukur. O Shpati që ke dobësuar prap. Ushtroj, vazhdo domethënë. Perfekt fare. Kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit shumë. E lam tek interpretimi. Interpretimi live, unë kam 7 vite në fakt që këndoj live. Dallimi mes live-it dhe playback-ut është që publiku është më emocionuar kur këndon live, sepse ti kur këndon këngën tënde edhe publiku këndon me ty, s'ka emocion më të mirë. Edhe s'ka ndjenjë më të mirë se këndosh live, domethënë sepse. Daj të pyeta që ju her pas here merrni dhe publikun me vetën gjatë interpretimit. Gjatë interpretimit, sidomos në live. Sepse ajo do ngelet edhe memorien e publikut. Zoti Eleza, janë gjithmonë të gjithë shqiptarët, për që jetojnë trevat vendeve tjera, janë gjithmonë në pritje për organizimin e koncerteve të tilla, ku dëgjojnë pak muzikë shqiptare, ku të ketë artist, këngëtar shqiptar që interpretojnë? Ju faleminderit për ftesën në emision, ju uroj suksese. Faleminderit. Është mos e vërtet që shqiptarët në diasporë tani kanë vazhduar ta kuptojnë që në vendin ku jetojnë duhet të kemi edhe trashëgimi këngë tona shqiptare, që duhet i respektojmë, se ne kemi një sezon të paktën 26 vjeçar kam unë që jam në kurbet, edhe kjo ishte edhe ideja që lindi organizata e shoqatës emigracionit muzik për në gjithë diasporën, jo vetëm në vendin ku jetojmë në Greqi, por edhe në Itali që bëjmë vazhdimisht koncerte. Falenderoj gjithmonë këngëtarët shqiptarë që kanë qenë gjithmonë pranë emigrantëve në çdo lloj momenti, se e kemi ndjerë mungesën qoftë nga ana e shtetit, po qoftë nga ana e politikës greke, që nuk kemi pas krahë djathtë, paktën kemi pas këngëtarë krahë të djathtë. Emigracioni muzik, do flas direkt për shoqatën time, lindi për këto nevoja, për shqiptarët, fejesa, martesa,
edhe gjithmonë duke u shtrirë më lart për koncerte të ndryshme. Ne kemi një klaptoni në Selanik, që kemi ftuar këngëtar shumë emra të mëdhenj të diasporës shqiptare. Në datë 30 prill, nëse lejohet, kemi Medën bashkë me Eli Farën në Selanik, në Fix Live. Me qënë se kam rastin dhe këtu në studia, i ftoj gjithë shqiptarë që jetojnë në Selanik të marrin pjesë, se është një shans që ta shikojmë live Medën në këtë rast. Por kemi dhe koncertet e radhës, në maj, Noizin, në qershor kemi Zakonisht, si ndodh kalendari i takimeve që ju lini me këngëtarët? I kontaktoni ato shumë përpara për të krijuar dhe ata agjendën e tyre, dhe gjithashtu përzgjedhja bëhet edhe në bazë të preferencave që mbase ju dini se mund të kenë të gjithë shqiptarët, se çfarë pëlqejnë për momentin, ndoshta ndonjë hit i momentit që mund të jetë? Në zonën e Selanikut do flasim që për zonën e Selanikut dominon më tepër zona e jugut. Edhe preferojnë gjithmonë këngëtarët të jugut. Por ka duket sikur e keni thyer atë tabu, ka vazhduar të thyet tani vazhdimisht, edhe kemi të ndryshëm këngëtarët. Por të mbylli takimin e këngëtar, sidomos kur është emër si Zotria Shpat Kasapi, duhet paktën 5-6 muaj ose 7 muaj që të mbyllish një datë, se i kanë datët të zëna. Po fatmirësisht mua më janë përgjigjur shumë mirë dhe bashkëpunimet. E falenderoj dhe Zotin Shpat për këtë gjë. Është edhe treta apo e katërta që po bashkëpunojmë bashkë me Shpatin. Plus i këtë takta kam dhe mikë shtëpi edhe si vllatin. Shpatësit kanë pritur në Selanik? Atë që tha dhe Rodini, me Rodini kemi shumë marrëdhënie shumë të mira, më thënë familjarisht një fëmijë dhe vërtet kemi krijuar një miqësi të rastësishme dhe shumë të dobishme, them më shumë se mos flas jashtë atë kornizave të koncerteve që kemi pasur marrëdhënieve pune, sepse ne jemi shqiptarë gjithë edhe unë si Shpat, domethënë Selanikun e kam shumë afër dhe gëzom që shqiptarët aty aktiv janë dhe unë kam 2 orë gjysmë me makinë shkoj në Selanik dhe nuk më kushton asgjë për shembull të shkoj edhe që hap një ngrohtësi shqiptarëve atje dhe të interpretoj hitet e mia që i kam. Dhe ndihem shumë i lumtur vërtet që ka shumë shqiptarë në Greqi, në Gjermani, në Itali që janë aktiv, më pëlqejnë, më dëgjojnë këngët e mia. Kënga që nuk lodhen kurrë së dëgjuari dhe së kërkuari ndaj teje, cila është po? Po gjithë më thonë Valle Kosovare. Ajo është, më kanë thënë që është si himn në imja, më thonë që ngjohet gjithkund. Pastaj kush të ndau prej meje, se pranon kam shumë hitet të cilat i pëlqejnë. Plus tani me albumin e ri të cilin e përgatis brenda 1 muaj e gjysmë pritet të del në shitje. Një rikthim pak pas 3 vitesh që s'kam bërë një album shkaku i piraterisë të madhe që është interneti dhe je në përfundim të albumit ndërkohë? Jam në përfundim të albumit. Do titullohet apo se ke menduar ende? Hidhe Vallen. Hidhe Vallen, Edhe kjo me Hidhe Vallen, Po Shpati, se sa merdi një mesazh më, po Shpati kur do hedhi Vallen e tij apo? Në fakt ajo tjetra thirret. Në dasmës e ke ti? Në dasmës, çfarë do me Shpatin? Në fakt tjetra thirret Valle Kosovare, kjo thirret Hidhe Vallen. Jo, nuk i ngatrojmë albumet ne, jo. Shpati. Jo albumet, këngën. Këngën, po Shpati. Urdhro. Do na kthesh një përgjigje më kur do bëhet ajo dasma madhe? Dasma madhe? Pritet në gjë apo? Se di as vet. As ti nuk e di domethënë. Njerëz nuk e di as vet. Lëreni të qet djalin, hajde. Ka punë, ka koncerte. Ty edhe për dasmën tënde duhet marrin leje, jo 6 muaj, po 2 vjet para. Ti s'ke kur e cakton ke data. Ndoshta edhe më shumë. Po. Ndërkohë Shpat, si duket se ka qenë kjo periudha të paktën për fansat e tu flas, kjo mungesa e albumit që sikurse ti e the për shkak të piraterisë. Të kanë kërkuar për të sjell këngë të reja, hite të reja, për të qenë i pranishëm mbase në aktivitete të ndryshme. Gjithmonë më kanë kërkuar sepse mos harrojmë që unë jam ndër këngëtarët e parë që kam dalë me një stil të ri dhe një stil më ndryshe se tjerët. Dhe normal që të më kërkojnë gjithmonë, më them shumë me lavdrat, sepse është diçka që është fakt, po unë kam pauzuar për shkaqet mia, për shkaqet që unë kam desh të inspirohem edhe me disa këngë të reja për cilat tregu mund të mi pranoj. Pastaj për të bërë edhe gjëra të bukura dhe punë të bukura duhet edhe pak punë, pak tonë, kuptimin për të punuar për të sjellë të gjitha bashkë. Me piraterinë që kemi është edhe pak e vështirë.
Por unë e kam mbajt atë dhe me thënë, forcën që të arrit bëj një album të ri. Qartë. Zoti Eleza, i zakonisht parapëlqen më shumë këngëtarët që sjellin, apo këngëtarët muzikës popullore, apo edhe këngëtarë që ka një rrymë disi më moderne? Tani në zonën e Selanikut që organizojmë më shumë koncertet gjatë gjithë sezonit, e vërteta është që kanë vazhduar të pranojnë edhe këngët se dominon më tepër jugu në Selanik, edhe këngët e jugu të Malësisë dhe të zonave të Shqipërisë mesme. Këngëtarët kosovarë janë të shumë pëlqyer, por që ke vështirë është që të kesh data për këta, por është edhe kostuja që nuk mund t'i pranosh të gjitha llojet e ofertave të këngëtarëve për shumë arsye, se ka ndikuar shumë kriza në Greqi, në Selanik, në gjithë zonat, pothuajse, dhe nuk mund të konkurrojmë me punën e çmimeve me koncerte të tjera. Çmimet janë çik të rënda, me thënë të vërtetën, derisa edhe një këngëtar i rapit e ka deklaruar që 45 minuta është 6.000 euro, po është pak e vështirë t'i morim të gjithë këngëtarët që t'i sjellim në zonën e Selanikut. Më tepër dominon jugu, jugut falenderojt na kanë ndihmuar edhe këngëtarët, nëse mundën të zoj dhe emrat, Poni, Maja, Artiola Toska, Shqipërisë mesme, edhe shumë e nderuar Valbona Halili, që e kam shumë mikë e shtëpie, nga ardhë shumë në koncerte tjera, por kjo është zona e Selanikut, dominon më tepër jugu. Në Athinë është zonë tjetër, janë të gjitha llojet e komunitetit nga Malësia, Shqipëria mesme, jugu dhe Megjithatë kam përshtypjen që për shqiptarët e diasporës e rëndësishme është që të dëgjohet, këndohet, kërcehet kënga shqiptare apo vallja shqiptare dhe gjithashtu i mirëpresin të gjithë këngëtarët, nuk bëjnë dallime të çështjeve të rrymave të ndryshme. Jo, po tani që është e vërtet shpati për vetëm se këngëtar është bukurosh, kështu që do e pranojmë se s'ban çdo. Patjetër që është princi. Vazhdon vuash akoma nga fansat? Fanset më saktë, fansat më knaqin në aspektin në kuptimin që të ndjekin, duan këto selfit, autografet. Kuptova, unë gjithmonë jam shumë i mirë pritur, atë e din edhe Rodini vetë, edhe shumë organizator tjerë. Unë të them të drejtën, nuk jam vetëm këngëtar që shkoj edhe këndoj e kry punën time, por jam këngëtar që edhe kam paj çik botën, kam qenë në Brazil, kam qenë në Australi, kam qenë në Kanada, kam qenë në Amerikë, edhe thjesht fakti më ka interesuar se kam marrë një inspirim nga këngëtarët tjerë, kam shku Kastilet që në skenë se si sillen këngëtarët tjerë. Domethënë kam marrë diçka nga ato. Nuk është se vetëm jam lind këngëtar dhe kom pasë si sillen me fansat dhe unë shumë më pengon një fakt që disa këngëtarë në thojza bëjnë dy këngë dhe sillen shumë keq me fansat e tyre. Më thonë, shumë nuk është kjo rruga që duhet të ndiqet në fakt edhe për që një artist i dashur për publikun. Është një rrugë shumë e shkurt dhe zgjat shumë shkurt që një artist mund ta mbaj. Më thonë, artisti do të jetë gjithmonë origjinal me njerëzit, sidomos me fansat, do të përqafoj, do të jetë afër tyre. Në raste caktuara, normalisht, jo duke kënduar apo përderisa këndon, edhe është i koncentruar në këngët e tij, sepse neve na rrethon një publik dhe një audiencë shumë e madhe kur këndojmë dhe njerëzit janë të koncentruar të dëgjojnë se çka këndon Shpati apo Filani apo. Por unë mendoj që këngëtari do të jetë gjithmonë afër fansave, do të jetë shumë i afër, do të jap atë mirësinë sepse ato fundit vinë për këngëtarin, nuk vinë për. Si të kanë pritur në Australi? Fantazi, shumë mirë. Shumë mirë. Kam 2 vite që kam qenë, para 2 vite, më thonë. Shumë të çmallur shqiptarët e Australisë. Australia paka shumë e ka pjesën e Prespës, më shumë pjesën e Maqedonisë. Ka Prespar shumë, Dandenong, e cila përfshin pjesën e Melbourne-it. Pastaj Adelaide, ku kam hastis më shumë Shkodran, do me thonë, do ta theksoj sepse i e përshtatur dhe i ke pritur të gjitha. Jam përshtatur dhe shumë jam gëzuar që më ka prit shumë mirë. Ndonjë klip së fundmi do të kemi? Do kemi 2 klipe të fundit dhe një album të ri. Kur pritet dalin klipet? Je në përgatitje sipër apo thjesht janë në planet e tua? Në fund të qershorit. Ke filluar përgatitjet pra? Po. Albumi do del në një bashkëpunim do kemë. Me kë?
Le t'jetë surprizë. Surprizë, mirë, shumë mirë. Po, Është një këngëtare që e du shumë, e kam si motor, gjithë mendojnë që jam të si brasi lidhje. mendjen e tani? Jo, Kush është kjo? ja dhe them tash. A thuaj. Gjithë mendojnë që jam lidhje, po e kam si motor atë, sepse kam marrëdhënie familjare me të, është Adelina Tahiri, Adelina Tahiri. është bjondja. Bukuroshe. Që unë i them bjondja më e bukur në Maqedoni. Edhe e qekrën për qafon. Keni një bashkëpunim të dy bashkë, me atë do të vish në një duet, ë? Mirë, nuk po zbuloj më shumë, por na premtoj që bashkë me Adelinën do të vish në programin Mirë se vjen për ta promovuar klipin dhe hitin tuaj më të ri. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese të dyve dhe në koncertin e radhës që do të keni. Do të ndajmë me pak muzikë, do të shkëputemi nga studio për të rikthyer sërish.